Emisioni shtot fshati këtë të diel ka udhëtuar 65 kilometra larg qytetit të Vlorës në një nga fshatrat më të njohura të Labërisë. Kemi shkuar drejt Kuçit, fshatit më të madh të krajinës së Kurveleshit, si nga sipërfaqja ashtu edhe nga popullsia. Kuçi së bashku me fshatrat Bolen, Kallarat, Çoraj, Fter bëjnë pjesë në Kurveleshin e poshtëm, 620 metra mbi nivelin e detit. Gjendet një nga fshatrat me terrenin më të thepisur në rrethin e Vlorës, por njëkohësisht një fshat me një natyrë të egër, e sigurisht pamje të mrekullueshme që vështrohet prej tij. Këtë javë emisioni Shtot Fshati ka shkuar në drejtim të fshatit Kuç, një nga fshatrat më të rëndësishëm që i përket të rrethit të Vlorës, por njëkohësisht që përfshihet edhe në bashkinë e Imarës. Kemi ardhur në Kuç me stafin e Blu Televizion për të parë nga afër realitetin e jetesës në këtë fshat, por gjithashtu për të parë dhe për të konstatuar aty problematikat, mënyrën si jetojnë banorët e fshatit dhe gjithashtu edhe hallet e jetës së tyre të përditshme. Në fshatin Kuç ka zanafillën e vet lumi i Shushicës, i njohur edhe me emrin lumi i Vlorës. Pikërisht këtu fillon lugina e Shushicës, një nga më të rrëmbyeshmit të Shqipërisë jugore, e banuar që nga lashësia. Bilal Lala, banor i fshatit Kuç, na njeh nga afër me një pjesë të historisë krenare të fshatit. Lala thot se mendohet se fshati është krijuar nga një familje veriore e zhventosur në terrenin e egër të thepisur të Labërisë, larguar prej gjakmarrjes. Aty sipas tij nis zanafilla e fshatit, i cili ndër vite ka patur një lidhje të ngushtë me veriun. Sipas Lalës, fshati Kuç ndër vite ka shkruar historinë e tij të larë me gjak. 75 bij dhe bija të Kuçit prehen në varrezat të dëshmorëve, pasi kanë dhënë jetën e tyre në vijën e parë të sulmit për liri dhe pavarësi. Por dhe shumë të tjerë të cilët kanë luftuar dhe kanë rënë dëshmor në luftën antifashiste nacional shqiptare. Bilal Lala tregon se fshati Kuç ndihet krenar për emrat e mëdhenj, si Zenel Gjoleka, Nderi Kombit, Memo Meto, Heroi Kombit e të tjerë. Për historinë e shkruar me gjak gjithmonë të parët në luftë për liri, banorët e Kuçit ndihen krenar për fshatin, duke mos e nderuar Kuçin me asnjë fshat tjetër të Labërisë. Më shpjego diçka. Kuçi. Pse njihet në histori? Pse njihet fshati? Kuçi është fshat historik kryeqendra e Kurveleshit, i kuvendeve popullore. Këtu janë vendosur ligjet për kuvendin e Labërisë dhe Kuçi ka vlerat pa para, sepse ka dhënë edhe gjak për kombin dhe për Shqipërinë. Kemi vërë dëshmorëve që ne jemi shumë krenar. Sa bij dhe bija ka Kuçi të rënë për liri? 75 janë vrarë në vijën e parë. Djemë të ri, pastaj më vonë janë futur të tjerë që janë vrarë jashtë frontit. Besoj edhe luftën, po, patjetër. Edhe janë 100 e ca në vorrezat e dëshmorëve, atë 100 e ca dëshmorë. Kjo bën krenar besoj. Jemi krenar që e kemi. Cilat janë dëshmorët më mëdhenj ose figurat më mëdhenj që kanë nxjerr Kuçin? Kuçi ka nxjerrë një lëlekën këtu Nderi Kombit, që u the vate e vrau pashajnë atje ku qenë në Turqi, dhe ne kemi shumë heroj. Ne kemi Memo Meton, ne kemi djemtë ja Gjoliku tërë lanë universitetet e u vranë, na 25 vjeçar u vranë për kombin. Do të bëj një pyetje, më tërheq pak emri Kuç. Pse quhet Kuç? Origina e vjetër është na Veru i kanë ardhur. Po me veriun pse? Kuç, pse Kuç? Pse është vendos Kuç? Thonë që në veri dikush ahera i ka për hasmëri si shëlvizin në atë kohë, të janë vendosur në këto vendet e egra, kanë pas një arsye që ka ardhur këtu. Kanë ardhur këtu. Dhe aty ka filluar Kuçi. Pastaj Kuçi u zhvillua, u ndërtua. Kemi qenë 1500 shtëpi, sot jemi zvogëluar. Je krenar për Kuçin tënd? Jam shumë, unë kam shtëpi në Vlorë te Lugomarja së ri, atje ka djali atje rri këtu. Do ta ndrojë Kuçi më? Jo, se ndroj asme. Kam vllajën në Amerikë, binjake svete, në Amerikë, më thot hajde. Çfarë do bëju ata të laj pjatat e Amerikës? Ma mbyll me një varg, një resht, një këngë. Ku jam krenar? Kuçim në këto male, kulosera me soroka dhe, kuçim në këto grika, kulëshon stëraldi këqika, kuçim për
mi buonja, kulosera me Shqiponja, ku që jo lek të gjithve, i qoshesë historike, ku që mjatit e porta, martiri që njohu bota. Vendbanimin e ri që u krijua, banorët dekada më parë vendosën ta quajnë Kuç, një emër ky që shumë e mendojnë me nënkuptime negative, por ka një domethënie të veçantë. Emri Kuç mendohet se vjen nga Çuk. Çuk, një teren i ngritur nga toka, i thepisur e me natyrë të egër. Siç thotë dhe i madhi na infrashuri tek bagëti e bujësi, Çuka, kodra, brinja, gërgje dhe pyje të gjelbëruara. E pikërisht ky emërtim ju vendos fshatit për të përshkruar terenin e egër që ishte vendosur kjo zonë. Për shkak të terrenit të thepisur, një relief kodrinor i ndërthurur me malor, i cili sa vjen e shkon për në qendër të fshatit ngrihet në lartësi, ku që është njohur si një fshat blektoral. Banorët aty, veçanërisht për gjatë sistemit komunist, kanë zhvilluar veçanërisht blektorin, ku shumë prej tyre këtë traditë vazhdojnë edhe sot. Për gjatë udhëtimit ton takojmë një prej blektorëve të fshatit, i cili mbi 40 vite kujdeset për tufën e tij me bagti. Për shkak të moshës, siç thonë edhe vet, i kanë mbetur 20 krerë, me të cilat merret çdo ditë për të sjellë qumsht e mish sa për familjen e tij. Mosha nuk e lejon të mbajë më tepër për pasojë të prodhojë më shumë. Blektorinë përshkruan si një profesion dhe angazhim të veçantë, me të cilin ata në moshë të tretë ja vlen të merren, ndërsa për rinin është tjetër realitet, ku tregon se çobanët e fshatit kanë mbetur pa martuar. Nga ana tjetër thotë se duke e krahasuar me sistemin komunist, blektoria në Kuç ka rënë drastikisht. 23.000 krerë të imta ka patur Kuçi përpara viteve 90, ndërsa tashmë numri i tyre ka zbritur në 1.000. Ende në fshat 10 deri në 15 familje merren me blektori, si dhe me tufa të mirëfillta me bagti, që janë jo më shumë se 3. Blektoria është një profesion dhe angazhim e aktiviteti mundimshëm, por blektori 80 vjeç tregon se të kalosh ditën me bagti të qetëson mendjen dhe shpirtin. Ç'thot fshati, ç'thot Kuçi? Kuçi ka marrë, ku ka kush? Pse? Emri ka metër. Pse? Se ka ikur njerëz, s'ka më. E më i madhi u jam, edhe më i vogli. Edhe më i vogël. Edhe më i vogli. Unë të pyes për moshën tani. Që ta kuptojmë sa është i madh sa është i vogël. Po ja, mosha tani, njeriu kur plaket si që jetë 8-10 atë ke jam u tani, do me thënë, bënej si 2 vjeç, si e më as për puna, as për gjë. Me se merresh, si e kalon jetës? Ja. Ke pak tjeve? Kam 20 dënë, kësha se me to shkoj kohën, për të mos zje me plakën më shtëpi, kupton i këtu tje. Pse më thua që do me thëmë blektorin e përdor vetëm për të shtyrë kohën? Nuk nxjerr asgjë blektoria? Po si janë për nxjerrë ato do të kesh shumë s'ma do të janë plak, janë mësh ata që kanë shumë, po një që ka shumë, po s'ka pak janë dhe ja 2-3 tufa janë këtu, s'ka njerëz më. Për si du? Mjafton prodhimi i 20 krerëve që ti ke? Sa për familje. Sa për familje? Për familje. Më tepër? Asgjë, s'ka më tepër. S'ka që të marrë ato, ja do marrë 4-5 kile qumës, aqës. Do marrë që njëherë që... Si është dita jote? Ma do ma përshkruash pak çfarë bën kur zgjohesh derisa përfundon? Po çfarë do bëjë djalë, pse mbijem qaf kot? Po ma thuaj unë pak kur është si është jeta. Po më keq se kaq s'ka. Është e mundimshme blektoria? Po është e mundimshme blektoria, është e mundimshme, po dhe ta paguën tash për blenë, është e bukur. Është jetë, pastaj këto kanë të mirën tjetër, më të madhe, si ka ardhur koha sot, e kupton se nuk flasën. S'din të flasën ato. Dhe kulloti kthej, shpjeri bërna e këtu, t'je ktheu këtu. Ato i ke dhe shliri mendje, shplot mendje. Sa vite ke merresh me blektori? Kam shumë vite që merrem me blektori, kam qenë 12 ditë kam qenë me blektori me kooperativën bujqësore. Pastaj ika në blektoria, kalova në brigatën e aktiviteteve, ndihmëse që quheshin herën në kooperativë, murator, marangos, mulligji. Mulligji jam dhe sot, kam mullirin dhe sot, e përdojnë në fëmijët ju, kam ekonominë e peshkut këtu përpara. Sa ekonomira ndihmëse që i bëra me forcat mia, për të jetuar, e kupton. Pa e ditur se do vinë kjo kohë tani.
Edhe sot janë kohët shumë të vështira. Sa blektor ka Kuçi përveç teje? Po ka mërë blektor Kuçi, sharë mua s'kjuen blektoru, jam të nga dhjara dhe blektor. Që meren me bak këti? Po them nga ato... Po që meren me bak këti, janë një 10-15 familje. Besoj, nuk po them për gjatë komunizmi, po them para 2010 apo 2000-shit ka pas më shumë blektor. Kuçi ka patur 23.000 kokë bakti timta, plus gjedhe, plus lope, plus blete, plus tjera, si ekonomi. Sot ka blet ka. Po të imta? Një 2.000 blet të imta, jo janë pak shumë, janë asë 1.000 kokë bile. Do me thënë, 22.000 krejë? 23.000 kokë qenë në të kooperativës. Po themu në 30 e pak vite? Po. Shumë rënje. Pse? Sa ka ndikuar? Po si do njeri orë, është vete njeri me to. Pasha ku të venë mërë? Kush të vej me to, kur djemët që meren me blektori, janë gjithë pa martuar. Vana gjithë djeshtë parët. Pa martuar, su vjen njeri, nuk i duan gratë duan qefe. Tavolinë duan plot paga, vjen shpjet njeri. Hanë, se po të mosash, kësë jem qej prazio, ke prazish. Po, vakë. Kështu që ato familje që janë këto që kanë, sot në që kapital që kanë blektori, kanë 2-3 dhënë, 200-300 dhënë, jo më shumë, apo dhi, janë me gra e me fëmijë manë. Ku dhe shkështë situate? Se të ka maruar çdo gjë, ata të Bangladeshit për të animojnë. A i mbështetje nga shteti? S'ka mbështetje, në shtetë thonë, sigur do ishtojnë që kështë vësion në Gorisa, po është e pa mërë. Ke i mesazh për të rinjë, se ndoshta mbështetje në padë blektorisë? Mesazhi është i ditur edhe e din, edhe ata qikin. Që është? Është, do me thënë që do t'jetosh, rehat, për qef, më punë tëne, pavarësisht duke si punë e bezis, punë e blektorisë është punë e bukur, nuk është punë e keqe. Është punë e bukur, vojtje ka, si çdo punë, po në krahasim me atë që bën beton për 500 lekë në ditë, ku di çfarë them, është gjë e mirë, është. Mesazhi është të merrem me blektorin. Të merrem me blektorin, po ka fitim o burrit, ka fitime, ka dërgëtie, ka vlerë sot, qenje, kecje, qumshtie, të gjitha kanë vlerën e tyre, domethënë ka fitim të jesh me to, të veç me to. U të jesh i ri, nuk kesh të jesh në moshtën e sot. Nuk rri me ato, do kesh 400-500 kokë. Faleminderit shumë. E kënaqësi. Gjithë mira do t'gjoshe. Dërsa bujësia ndikuar edhe nga tereni thepisur, ndër vite nuk është zhvilluar tepër. Periudha e komunizmit ishte etapa kohore kur fshati pati më tepër bujësi, ndërsa sot ky sektor ka përfunduar duke u zhvilluar vetëm në oboret e shtëpive. Me bujësi në fshat merren kryesisht gratë e Kuçit, të cilat, siç tregojnë edhe vetë, mbjellin në baçet e shtëpive të tyre, perime apo kujdesen për pemët frutore që kanë. Me këtë punë të mundimshme që bëjnë, tregojnë se merren çdo ditë për të nxjerrë ato pak prodhime që mund t'i konsumojnë, duke ndikuar në ekonominë e tyre familjare. Pasi në Kuç këto janë mundësit, e nuk ka vende pune për zonjat e fshatit. Pjesë e konsiderueshme e tokave të fshatit sipas banorëve janë djerë të pambjella ndër vite. Aty ku nuk kultivohet më asnjë produkt, e bujësia mund të quhet si sektori i falimentuar. Gratë e Kuçit e përshkruajnë jetesën e tyre në fshat si të vështirë, por jetojnë aty pasi hallet e jetës nuk i kanë lënë të ngrenë kokë e të mendojnë të largohen. Jam shtëpiake. Po. Gratë e Kuçit, çfarë mund të bëjnë në fshat? Punojnë, janë të zonjat në shtëpi, punojnë, aty ka mundësi. Ti merresh në shtëpi apo ndoshta edhe në baçe aty? Po dhe në baçe kemi patjetër. Me baçe, me fëmijë, kam një vajzë të smur. Çfarë ke mbjellë në baçe? Patate, qep, këto. Vetëm për familjen? Vetëm për familjen, po. Vetëm për familjen. Toka keni? Kemi në 300 metra në shtëpi. Vetëm atë? Rreth shtëpisë. Aty ke mbjellë to perime? Po, patjetër, e drim. Këto kemi ca pemë. Po nëse për shumë do doje të punoje, ka mundësi Kuçi për... Po ku ka këtu Kuçi të punoj, atje shetë gjitha arat s'punonin, ku punonin asë gjë, vetëm shtëpjak punojnë. Tokat janë gjerë ose janë të mbjella kryesisht? Si janë fare mbjellura, si që kini pa rrugës ku kini ardhur, asë të mbjella, asë të bëra, kanë maruar Kuçi. Po pse kjo gjë ndjes? Po ku e di vëzula, kështu është.
Kanë ikë njerëzit, punojnë, na që kemi jetë na këtu. Edhe bujësi nuk ka fare, thos. S'ka bujësi, vetëm shtëpia ke, kush punon vetëm sa për shtëpi. Nëse do kisha mundësi për bërë bujësi, Po do kush merresha? do mirësh apo këtu s'ka njerëz, kanë ikë, kush ka më graje punëtori, të të punojnë, të bëjnë. Mezi punojnë dhe tokat atë kemi shtëpi, jo. Punojnë parat, tash kanë me gjithë kooperativa. Shumë me jetën në kuq. Po na si në kuqit jam në banor se kuqit edhe jetoj në kuq prap. Po je kënaqur kjo jeta që bën këtu. Po tani ç'të bëjmë, këtë na ka zënë, do i heqim siç na ka zënë. Po të ndonjëherë mos ishe në kusht, ishe diku tjetër, ta kishe jetën diku tjetër. Po ne s'kemi ku të vemi se vajzat i kam, nuk kam 5 vajza, i kam të martuara. Edhe jam me një vajzë në shtëpi, të smur, e kam atë. Atë bashën e ke dhe largim stresi. Ti të dalë për jashta, që të sone, që të sone vlako. Se lako i themi vlajtni. Vlako është. Po si lako? Po të kërësh. Lako vlajt, më të dashur, më të mbetur kështu, vlajt. Të bëjë një mesazh, çfarë do kërkoje, për shkak që ta përmirësoj jetën time. Po na shti përmirësimu vetëm ja gjatë që kemi kërkuar të bëne, e s'mund na bëhet akoma, një gjatë kemi nisën, ne kemi bërë vetë këtu e deri për te, edhe s'na është bërë akoma. Vetëm atë do doja? Po, se s'kam e këtë darë, burrin e kam të burë, bërë ma i pasin në operime, edhe në ka në shtëpi e kam, qa të bëjmë, jeta jonë. Për para viteve 2000 në fshatin Kuq jetonin mbi 2000 banor dhe fshati kishte 700 forca punëtore, të rinjkët në 45 vjeç, të aftë për punë që angazhoheshin çdo ditë në jetesën e fshatit. Por largimi i popullsisë e ka prekur Kuqin, ku siç tregojnë edhe vetë banorët e zonës, ka lënë pasoja të pakthyeshme pas. Sipas banorëve në fshat kanë mbetur 450 banor, e mund të jenë 100 forca pune. Të rinj fshati nuk ka më, teksa popullsia në moshë pune është larguar në emigrim për një jetesë edhe më të mirë. Emigrimi ka nisur në fillesat e demokracisë, e ka vazhduar për gjatë viteve, 3 apo 4 vitet e fundit, ndërkohë banorët që largohen nga Kuqi janë më të pakët, jo sepse aty është përmirësuar diçka, por sepse nuk ka mbetur më njeri që të largohet. Në fshat nuk ka të rinj pasi nuk ka vende pune. Të rinjt mund të merren veç me blegtori ose të punojnë në himar, në ndërtim apo turizëm, vetëm 3 muajt e beharit, e vetëm kaq. Shumë janë zhvendosur dhe drejt Vlorës për të shkolluar fëmijët e tyre. Emigrantët nuk mendojnë më sigurisht të kthehen në fshat, ku nuk gjejnë aty më asgjë. Kjo gjë ka bërë që Kuqi, nëse nuk do të ketë huaj që të jetojnë aty, siç kanë filluar, e tani të vinë e të jetojnë në fshat, shtet asërus, të rrezikojë të shpopullohet. Po shinim në fshat për gjatë udhëtimit tani, këto pak orë që kemi, ka shumë pak rini. Pse? Ka nikur. Për arsye sepse këtu s'ka punë. Këtu o do veç çoban me bakti, ose punë nuk ka dhe të ri do ikin. Si, do me thënë, situata ekonomike e banorëve sot, si është? Shumë dobët. Shumë do. Ja, pensionist, nëse mund të jesh me pension, me idace, me spitala. Nëse një banor apo një i ri në Kuq do të punoj, çfarë ka? Cilat janë ato mundësi që ka që mund? Mundësit janë që të vej të punojnë himar, ose në turizm tani behar, ose të vej në ndërtim. Pra 3 muaj turizm, Po, ndërtim, ndërtim. që janë jashtë Kuqit. Jashtë Kuqit. Po në Kuq vetë, nëse do të punoj këtu në fshat. Qa do bëj këtu? Këtu do punoj. Qa punë ka këtu? E s'ka punë. Qëse një lokal dojnë punonjës, ta marrë ta pursoj një femër, as vajnë burë, të gatuaj të shërbej. Në këto lokale qenë. S'ka si variant punë këtu. S'ka as biznese, pak biznese. Pa biznese e fshatë, kështu bu. Biznese e fshat. Ku kanë emigruar banorët e Kuqit? Banorët e Kuqit kryesisht shumica janë jashtë, Itali, Greqi, në Vlorë, në Tiranë, në gjithë Shqipërinë. Emigrimi ka ardhur gradual? Gradual. Apo ka pas një periudhë kohore që kanë ikur më tepër? Shiko, të gjithë kemi larguar fillimisht në demokraci, po Në ardhje të demokracisë. në ardhje demokracisë, të gjithë kemi vajtur. Ne kemi parë kur betë dhe jemi këfirë, po ka një gjatë në kohën, jo një herë shumë e thonë me vite, si që vjen brezat. Po vitet e fundit si ka qenë emigrimi? Po them 5 apo 10 vitet e fundit. Po tani ka ranë që se ka nikur, ata ka nik, ata s'ka nik një në punë ose ka nik në Vlorë ose në Tiranë, janë stabilizuar në qytetet. Po vazhdojnë ikin. Vazhdojnë. Pse ikin? Domethënë bëjnë jetë, kërkojnë një jetë më të mirë, Kërkojnë një jetë më të mirë dhe arsyeja është ata që kanë fëmijë duhet i shkollojnë. Këtu s'ka shkollë. Ka shkollë. Po? Po, me mira është në qytet.
Nuk është ai niveli i arsimit si në qytet apo? Patjetër që nuk është. Këtë dhëna që mund të mi krahasosh popullsinë, po them, në nisje të demokracisë dhe sot Në nisje demokracisë Kuçi ka qenë 2000 banor. 2000 banor. Po. 700 forca punëtore Po sot, aktive. po sot. Sot nuk ka. Sa mund të jenë sot? Sot familje këtu mund të jenë 150 familje. 150 familje, po ta marrë me 3 antar. Bëzere me 3 antar, llogaritën me kaq. 450, sepse shumica janë pensionistë nga 2 veta. Forca punëtore? Forca punëtore nga 700 mund të jenë 100. 100. Me punë private, blegtori, çao. Të ri? Po ka dhe të ri që janë çoban, kanë ata dhe se çdo me moshatarët. Sa të ri mund të ketë Kuçi sot dhe çfarë mosha? Po nuk ka, shumë e pak është. Mund të janë 20-30 të rinj që janë marrë me blegtorinë, kanë me dosur të banojnë këtu, nuk ka. Shumica e familjeve janë moshë tretë apo? Janë moshë tretë. Dikush jeton vetëm, dikush me bashkëshorte. Po. Kjo situatë. Kjo situata, ja. Bashkëshorte jam unë, vetëm pensionist. Ju i keni fëmijët, në? Këtu në Shqipëri kam. Në Tiranë 2 dhe 1 në Vlorë. Çfarë thon për fshatin që është sot? Fshatin e duan shumë, po tani qedi rruga për nesh me bones. Për të rinjt vinë një vizitë edhe ikin. Shikojnë prindrit, një dreka dhe ikin, kaq është. Kur ti thua të vinë të jetojnë në fshat? Ja, ka, po sepse do të unë këtu vap. Se Sa bën zëmra? Po s'ma bën zëmra se unë do t'i marrë në kuris, me se do shqej këta njerëz. Ku do punojnë? Po ata vete kanë shprehur ndonjëherë të ide që të vinë të jetojnë? Ja, në asnjë mënyrë. Nuk e mendoj një. Ja, pas bëhet vlla. Ti sikur të vish nesër këtu. Nëse do ushqenesh, çfarë do punosh? Një pyetje kam pas 10 vitesh, po marr shembull. Ku do shkoj Kuçi? Zero. Që në gjithë Shqipërinë, zero. Do desëm dhe në ekip, besëm dhe mbaron. Rrezikojmë të shpopullohemi? Fshat? Ne kemi rrezikuar o burr. U po them 2000 veta ka qenë Kuçi, 2000 banor o burr. Me spital, me shtretër, me gjenie civile, me shkollë të mesme, me administrat. Vini nga Vlora mo, me të gjitha kushtet. Në 30 vite, 1600 të larguar. Po s'bënet vlla. Dërsa po ta marrim me këtë ritëm, brenda 10 viteve Kuçi bie s'ka banor. Bie shumë keq. Shumë, s'ka banor. Vinë nga jashtë pas. Po do vinë se s'bëno. Kana rusët kërkojnë do blejnë shtëpi. Do kemi Kuçiot të rusë. Rus do bashkonen, do bëjnë kombinim. Por si është gjendja e të rinjve që jetojnë në fshatrat e lumit të Vlorës? Dritan Ferunaj është një prej tyre, të cilin e takojmë për gjatë udhëtimit ton për në Kuç. Dritani fatkeqësisht 2 muaj më parë ka humbur babain. Ai është i papunë dhe shpesh punon ku t'i dal, në punë fshati. Mundësit i ka të pakta pasi jeton e kujdeset për maman e tij me probleme të shëndetit fizik. Dritani na tregon se nuk ka emigruar, ka sakrifikuar jetën e tij për të kujdesur për prindrit, por gjendja e tij ekonomike është tepër e dobët. Njeriu thot se i duhet që 2 antar në familje të jetojnë çdo muaj me 13.000 lekë të rinj pension të mamas, si dhe 2.000 lekë të rinj ndihmë ekonomike. Shtëpia e tyre është e rënuar dhe rrezikon shembjen. Dritan Ferunaj shpesh ka bërë kërkesa, si tregon edhe vetë ndër vite në Bashkinë e Himarës, por edhe tek deputeti i zonës për rikonstruksionin e shtëpisë, kërkesa këto të cilat kanë shkuar në vesh të shurdhër. Ai tregon se pushtetarët e kanë parë situatën e tij ekonomike, por sërish nuk e përfshin asnjëherë në fondet për rehabilitimin e banesës. E vetmja gjë që kërkon për të jetuar disa ditë i qetë me nënën e tij është veç se rehabilitimi i shtëpisë, ndaj edhe kërkesa e tij e vazhdueshme shkon sërish për pushtetin, si atë lokal, por edhe qendror. Unë jetoj me maman. Babai ka 2 muaj që më ka vdekur. Mamaja është e smur, nuk merr asnjë lloj ndihme. Tani pas vdekjes babait i ka kaluar diçka. Ka 3 muaj. Unë jam pa punë. Juve dritan keni punuar më përpara dhe cili është pse jeni pa punë momentalisht nëse të pyes? Punoj privatisht ku gjej, nuk se siç thash. Jam detyruar dhe që nuk kam emigruar nga mamaja dhe nga babai. Mamaja gjithë kohën e smur, babai po normal, moshatar edhe. Unë nuk kam asnjë profesion, asnjë gjë, punoj kështu, punë private ku gjej. Kam kërkuar punë në bashki, në njësi këtu. Si është jetesa në fshat? Mund gjësh punë, mund ta përballosh jetesën? Me shumë vështirësi. Po që në realiteti është ndryshe nga reklamat që nxirren. Si është sot gjendja jote familjare? Shumë keq.
mund të vërtetohet, mund të shikohet, kushtet det. Ju jetoni në një shtëpi edhe pa kushte apo? Po. Është e vështirë jetesa në ty? Është shumë e vështirë. Ti je detyruar që sakrifikosh edhe jetën tënde për shkak të prindërve. Po, ata më kanë rritur, më kanë lindë, më kanë rritur, më kanë bërë kaq sa jam, dhe nuk jam larguar as jashtë shtetit as për shkak të prindërve. Edhe është detyrim, nuk është se kam bërë ndonjë gjë. Si po ja del sot me vështirësi besoj? Mbijetoj. Mbijeton. Po. Mund të pyes sa janë të ardhurat të cilat ju e përballoni jetesën çdo muaj? Të ardhurat tani janë 130.000 lek pensioni mamas që nga që iku pensioni babait ishte 250.000 lek, edhe për 3-4 muaj ka që më kanë lindë ma asistent 20.000 lek, për shkak se më thanë që duhet të jesh në listë për rekonstruksion shtëpie. Ju e keni një shtëpi në gjendje të degraduar dhe keni bërë një kërkesë që shtëpia të ka 3 vjet. 3 vjet. Po. Çfarë po ju thon 3 vjet? Thjesht gënjeshtra dhe mashtrime. Kanë ardhur dhe zyrtarja kanë parë. Po flas deputatë e kryetar bashkie, jo punojësit. Ju kanë premtuar direkt ata të cilët janë majt pushtetit, themi. Po. Jo sot, jo nesër, edhe ky aktuali tani, jo këtë vit, jo vitin tjetër. Po çfarë kanë bërë? Asnjë gjë, mund të vërtetohet, mund të shikohet shtëpia, janë të lirë gjitha mediat, kushtet det. Është po rrezikon shembjen, si është situata? Po dhe mund të themi dhe ajo është edhe pa kushtet minimale. Mamaja me shumë vështirësi që la me dorë, i bën me dorë dhe gjendja saj, babaj në përcolla kur i thonë, po me këtë ashtu, do mi këtë mamaja. Të trishton kjo jetesë? Shumë. Po ndërkohë kur ju ankoheni në Bashkinë e Imarës apo edhe të deputetë e zonës? Thjesht premtojnë dhe gënjejnë. Pastaj ka edhe tjera histori, po. Premtojnë dhe gënjejnë. Keni marrë premtime dhe gënjeshtra vazhdimisht? Vazhdimisht. Ke shpresë se mund të zgjidhet drita? Fare. Pse? Pse nuk ke shpresë? Kam 3 vjet një herë, që përpiqem që kur kam dalë për herë parë në median e parë, 3 vjet, plus që vajta vite, që 16 vjet që jam marrë pas mamas, jo spitalave, jo kudo, edhe realiteti ky që... Nëse do kisha mundësi t'i bëja një apel pushtetit, Bashkisë Imarës, kryetarit Tavo, deputetit zonës, çfarë do i kërkoje? Çfarë të kërkoj? Të bëjmë veprime reale, jo të shikojnë familjet që meritojnë vërtet, edhe që janë vërtet në gjendje bilet normal, ka dhe më në gjendje të keqe nga unë, dhe jo të hidhen fondet kot për reklama. Kërkesa juaj është vetëm shtëpia apo jo? Po. Dhe për punë kam kërkuar, nuk më kanë gënjur, më kanë mashtruar, po për punë me vështirësi ja dal. I kufizuar edhe nga problemet familjare, i kufizuar, po... Po ti ishe i gatshëm të punoje? Patjetër. Në situatë vështirë ekonomike në fshati Kuç nuk janë vetëm të rinjt, por janë veçanërisht persona të moshë të tretë. Shumë prej tyre, siç tregojnë edhe vetë, jetojnë në fshat të vetmuar, në shtëpi të rënuara dhe me situatë të vështirë ekonomike. Në Kuç takojmë një prej tyre, i cili jeton vetëm me ndihmën ekonomike, prej të cilës merr 21.000 lek të rinj çdo muaj. Vetëm kaq janë të ardhurat e tij me të cilat duhet të përballojë muajin. I moshuari jeton në një shtëpi me qira, pa kushte, e cila rrezikon të shembet. Shpresën sigurisht e ka tek pushteti që duhet ta ndihmojë. E shpreson shumë që ndihma ekonomike të rritet sadopak për të mbështetur ekonomikisht banorët e varfër të fshatrave. 10 vite punë që kanë në skemën e sigurimeve shoqërore thotë se nuk mjaftojnë për të përfituar pension, ndaj edhe shpresat për një të ardhme më të mirë ka të pakta. Jetesa shumë e dobët, pa punë, pa stre, pa banojnë në një familje këtu në fshat. Sa po vjen e bie, ajo shtëpia, jam shtëpi me qira po thuash. Edhe jam në një situatë pa ashtu. Unë jam vetëm tani, për tani. Jam vetëm djalin e nuse i kam në Tiranë, pa përkaje, pa të vitë shikot që të vësh duar në kokë.
Që ardhua juaj, nëse mbijeton, nëse kaloni jetës? E ata ime është 21.000 lekë marë në muaj. Të vjetër? Keni pension? Jo, asë pension asë jo. është për kraje sociale, apo? Po, për kraje... Ekonomike? Po, ndime kone asistenca. Asistent. Që i thonë asistenca. Punoni? Jo, pa pun, pa jo. Ka vënd e pune kuqi, nëse do ose mundësi për punuar ju? Pas ka vënd e këtu më tani për të punuar, mos ajo në tani ti e ke parasysh shumë e qërë. Keni kërkuar në jendin? Po kam kërkuar, bo nuk shumë ka tonë. Për shumë ku je për plasër, ku ke shkuar për kërkuar ndihmë? Po në bashki në Vrandishe e andej, edhe nuk në ashtu. Me 21.000 të bëj, jam shumë në gjendje ekonomike dobët. Çfarë ju thonë kur keni kërkuar ndihmë, ose kur keni trokit një ditë? Po çfarë do thonë? Shumë e vështirë, shumë e vështirë. Do të pyes për moshën? Mosha 64. 64, për një vit do ishë në pension. Po. Përfitosh pension, apo nuk është pres? Si ke plotësuar vitet e punës? Kam vitet e punës, kam 10 vjet, mirë po nuk e plotësoj dot normat e pensionit. Po të marrësh pension, mendon se ja del? Po, thëmë se... Më ndryshe. Po, vetëm kam këto. Çfarë do doje të ndryshon? Që të qonë në qikë asjenzën. Të rritej asistën? Për kraje sociale. Çfarë do doje të ndryshon në fshat, në Kuq? Çfarë do doje? Në Kuq tani ka shumë gjëra. Tani ka ngelur rinia po ikën. Moshatar ka ngel vetëm moshatarët. Edhe shumë ashtu. Edhe në një moshatar ka ngelur, ka në një bakti në ashtu, edhe nuk e përbagojnë dot. Do i bësh një mesazh shtetit, çfarë do i kërkosh për ta përmbyllur? Tani shtetit të bërë dorën në gjëra ekonomike, në pensione, në gjitha drejtimet. Përmirësoj jetesën e qytetarëve. Është jetesë e vështirë. Me atë pension që marrën nuk e përbagojnë dot. Tepër e vështirë është situata ekonomike edhe e familjarëve që merren me biznesin e vogël në fshatin Kuq. Në një fshat ku faktikisht takon dy realitetet të biznesit në të njëjtën zonë. Në njërin anë janë bizneset e vogla, ku pronarët detyrohen të ofrojnë 3 shërbime në to, pasi nuk ja dalin dot. Kemi intervistuar një prej pronarëve të biznesit, e cili në Kuq ka një bar kafe, ku shpesh ofron shërbimin e restorantit, por edhe shet produkte e nën-produkte ushqimore. Pavarësisht se punon familjarisht në të, tregon se biznesi i tij i vogël në Kuq nuk ja vlen. Sipas tij, shitjet janë të pakta për shkak të gjendjes ekonomike tepër të dobët të banorëve të Kuqit. Pronari i biznesit tregon se shumica e popullsisë është larguar e në Kuq nuk ka kush të blejë më. Ai thotë se për biznesin që ka, nuk gjen dot as punëtor. Ka frikë se shumë shpejt biznesi i tij familjar do të mbyllet për shkak se nuk i përballon dot shpenzimet dhe koston. Pronari i biznesit tregon po ashtu se mbështetje nga shteti për të lehtësuar situatën asnjëherë nuk ka patur. I keqardhur ndihet edhe që fëmijët e tij nuk mendojnë të kthehen më e të jetojnë në fshat, apo edhe të vazhdojnë aktivitetin që ngriti babai i tyre dhe e krijoi jetesën në të për 28 vite. Biznesi është sa për të pirë kafen time, se nuk ka biznes këtu. Këtë doja të pyesja. Një biznes në Kuq. Ja del, ja vlen? Një biznes, për këta që kanë biznese më të mëdhenja dhe mund t'ja vlej. Kurse unë këtu nuk ja vlej, zbres jam pensionist të pi kafen time. Blejnë banorët të Kuqit? Apo ekonomia ndikon që ata të blejnë pak? Po të blejnë pak se ashtu i kanë të ardhurat. Shumë pak ta i kanë. Ka ndikuar kjo largimi popullsisë jote? Shumë. Ka ndryshim 100%. Nga vjetës i vjetë, le më vitet e para ka
Shumë rëndje. Ti kur e ke hapë si biznes? Unë kam 28 vjetë. 28 vjetë. Për shumë, ma përshua ndo sa gjiro ke bërë më parë sa bërë tani? Po, statistikat të sakta nuk kemi mbajtur. Po kemi punuar dhe me mishra dhe me gjitha tani nuk punojmë do të as me një. Nuk ka fare lëvizje. Quhet i mbyllur. Furnizimin ju vjen nga Vlora? Nga Vlora. Nga Vlora. E marrim. Furnizim një herë Ja u sjellin 5 muaj. Po e sjellin, japim listën me telefon tani ka mënyra komunikimi përderisa u bë rruga, ka zgjidhje shumë të mira tani, po nuk ka njerëz që punojnë. Pra është e vonuar gjithë. Është shumë e vonuar, popullsia ka ikur, ka ngelur vetëm pensionistët këtu me na 2 veta, 3 veta për familje. Rrezikoni që themi për pak vite që mund ta mbyllim biznesin? Po, mund të rrezikohet edhe tjerë se kjo sa vjen bëhet më keq, nuk bëhet më mirë. Po punëtor, nëse do të kishe nevojë të gjeje do? Këtu zgjen një punëtor krau të gërmosh, një diçka. Me kë? Kisha nevojë që të gjeja një punëtor, edhe nuk gjeta një njeri, u detyrova e bëj vetë për një javë 10 ditë. Rinia këtu? Rinia është 0. Ka ikur rinia. S'ka rini këtu. Po ku do shkoj kjo situatë? Kjo situatë drejt shteteve të botës. Kur mbyllësh biznesin, mendon se mund ta vazhdojnë familjet apo niprin besat? Unë familjet nuk mendojnë po të vinë as të më takojnë mua. Ku do vjen këtu? Që ta vazhdojnë familjet. Çfarë biznesi do vazhdojnë këtu? Me këtë e vazhdojnë biznesin. Biznesi bëhet me njerëz, nuk bëhet. Do t'i japim mbështetje shteti? Shteti po të kishë mbështetje do ktheheshin dhe të rit. Ti s'ke marrë asnjë mbështetje asnjëherë për biznes? Deri më sot jo. Po çfarë kërkon? Çfarë do doje si mbështetje? Çfarë do ishte mirë për ju? Tani unë jam një pensionist, nuk kam më as për mbështetje. Deri më sot nuk mbështeti shteti që isha në 4 rrugë, isha në udhgri. Tani jam një pensionist, jo se marr në pension, pensioni është qesharak fare. Ke shpresë do bëhet më mirë? Ta mbyll? Jo, nuk kam shpresë. Me këta politikanë që janë nuk kam shpresë fare. Faleminderit. Se janë të tërë një lloj politikanët të majtë e djathu, kam qenë i zhgënjer. Në fshatin Kuç ka edhe tipologji të tjera biznesi, të cilat po janë nxjerrin frytet e aktivitetit tregtar. Landi Bisha është një pronar biznesi i cili prej 1990-s është marrë me biznesin e tij në Kuç. Më 1998-ën, Landi hapi për herë të parë restorantin më të famshëm të fshatit, e më pas shtoi edhe disa dhoma akomoduese për turistët. Ai shpreh i kënaqur që vazhdon, siç thot edhe vet, këtë traditë të hershme të fshatit. Në këtë restorant që ka ndërtuar, thot se ka hedhur kursimet e 30 viteve, por edhe më tepër. Impakt të biznesit i tij ka dhënë edhe rruga e lumit të Vlorës që ka sjell në Kuç edhe më tepër klient. Sipas Land Bishës, në fshat vinë me 10 turistë çdo ditë, por veçanërisht fundjavave. Ata vinë aty të provojnë mishin e pjekur që mbetet i preferuari i tyre, por edhe gatime të tjera tradicionale me produkte bio, si kukurecin, arapashin, yshmerin, byrek, kulaç, por edhe bulmetin, si djathi, gjalpin, gjizën e lëkurës si dhe speca apo turshi të përgatitura vet. Unë kam marrë vendim që në 10-ën, që sa për sistemi, mora një objekt e bëra lokal. Bëra dhe i mbarë gjatë i poshtë, pata bizneset e mia, për e kisha larkë. Në 98-ën vendosa e shita atë dhe edhe këtu fillova në brand objekti. E disa pak. Isha dhe shofer autobusi, bëja dhe furnizimet vetë, me disë gjithave. Ndërtova këtë, pastaj bëra dhe një katë dytë për sebepet. Fshati madh Kuçi, ka qenë 650 shtëpi. Edhe s'kishte lokal të madh për këto larg qoftë vakirat, po dhe për dasmet, këto një kresore që s'kishte ku bidesh. Edhe kam bërë dhe ambienti lartë, merë qie 50 veta lartë, është një ambient për sebepe. Pastaj, me kalimi kohës, gjiro lek, bën kështu, bën dhe këto, kemi bërë dhe ambiente poshtë. Pra mundimi i 28 viteve është këtu sot, ose edhe më tepër? Më tepër. Ka flua qënë në 10-ën, në thënjë që ka flua me lokal kam qëtë poshtë. Po si është sot të kesh biznes në Kuç? Ne kemi pat biznes, po nuk kemi pat njerëz, se nuk kemi pat rrugë. Ne 4 vjetë kemi rrugë. Edhe kur erdi kryeministri radhën e parë që erdi, tha e laftë të bukur, tha. Ju tha, do t'ja shini fajden, tha, lokaleve, tha, kur të bëhet rruga, tha. Se dherë tani, tha, kini pira, kini tjetëri, se s'vite njëri, se i shkallëdrëm rruga, ke presqish, nuk vini ndot. Nërsa dherë tani kemi ngritur një punë
ne kemi lokal me familjar, edhe kemi rrit një punë të mirë me prodhimet. Ne kemi vetëm gatime tradicionale, asgjë tjetër. Çfarë bëni? Çfarë shërbeni? Ne fillojmë me mishin e pjekur, fillojmë me kukurecin, fillojmë me arapashin, me ishmerin, me bireqet, me kulaqin, me djathin, me gjalpin, me specat bëravet, me gjizlëkure, dhe shërbej me gjizlëkure, me turshirat bëravet. Të gjitha prodhimet të zonës? Të gjitha kemi prodhimet të zonës. Kush i konsumon më tepër? Do me thënë, banorët e Kuçit, ata të Vlorës, mos të bëjmë qefin, banorët e Kuçit nuk kanë lek, se janë pensionista. Kur ka sebebe i bëjnë, nuk bëjnë normale, po kryesisht këtu vi nga gjithë Shqipëria. Jam restorant i frekuentuar, do me thënë, me telefonat, 8% punoj me telefonat. Punon kryesisht gjatë fundjava, apo çdo ditë javë? Fundjava është më ndryshe, po dhe gjithë javën ne bëjmë, kemi gatimet. Çfarë preferojnë më tepër? Kush është ai produkt që zgjidhet më shumë? Mishi i hellit. Mishi i hellit është më ashtu, pastaj dash keci, dash qëngji. Je i kënaqur nga ky biznes që ke? Jam i kënaqur. Lodhemi, çik se ka zollo punë ka, lodhe dhe buka që ka lodhe, po lodhemi, po ja vlen. Besoj menaxhoni familjarisht. Familjarisht kemi edhe një punëtore që kemi 4 vjet që kemi punësuar, kemi ndërtuar edhe 6 dhoma hotel aty lart. Kryesisht po, vinë fle. Si kemi fut akoma booking, do i fusim booking edhe do ashtu. Se ka qenë me këta punëtorët e ujit e të rrugës që kanë bërë këto. Ka qenë të promotuara. Do i bësh një apel klientëve për ta përmbyllur, çfarë do i thoj? Unë do t'i them që ata klientë që nuk e kanë provuar ushqimet tradicionale të Kuçit, të vinë t'i provojnë, se nuk do vjen të zhgënjur. Në restorantin e Landit më 2021 ndaloi rastësisht kryeministri Rama. Kryeministri i vendit ishte duke kryer turin e takimeve elektorale në fshatrat e Lumit të Vlorës, kur siç tregon edhe Landi, ul në tavolinën në verandën e restorantit të tij, e duke folur me burrat e fshatit në kohë fushate elektorale, bëri edhe projeksionin e zgjedhjeve, duke thënë se do të merrte 74 deri në 78 mandate. E kjo gjë me sa duket i solli fat, duke e përmbushur edhe pritshmëritë e tij. Edi Rama u kthye sërish në Kuç për të bërë në 2025-ën një tjetër projekcion që Landi thotë se ishte i pabesueshëm. Ai tregon se Rama tha se do të merrte nga 78 deri në 88 mandate, e askush në fshat nuk e besoi. 2 episode këto të cilat i shkroi në mbulesën e bardhë të tavolinës me stilolaps me shkrimin e tij. Mbulesa që sot Landi i ka marrë, i ka vendosur në kornizë dhe varur në murin e restorantit. Me krenaria i tregon këto histori, teksa thekson se memorandumet zgjedhore i ka kthyer në atraksion për biznesin e tij, ku vijnë pushues të ndryshëm nga i gjithë Shqipëria për t'i parë nga afër. Erdhi një herë e parë 21-shi, edhe si që thatë rezultatin, biles dhe debatua për rezultatin, plus minus e goditi i ran kokë. Plus, tha, e tha në televizor që do të bëjt, tha, kuvendi prapë do të bëjt Kuçta. Se i tha shu, do quhet kuvendi zakonori, i krahinave, se kështu ka qenë ato të parë. Se është një plakat ati që vendosur. Ka qenë është bërë shpejt, 8 vjetë për para, 85 vjetë. Vendosi të redisit e fundi që do bëjshin zgjedhjet, erdi ditë e rejtë e qe, erdi këtu, për jashta, ultimativ, lafosim, tha që do marrë kaq mandate. Shumë i thamde, po shumë tha se kemi punuar, tha. Plus që opozita tha, është që ke do bë, tha. Çfarë mendove tha që do marrë 78 deri në të gjithë një tim të habitur. Se ishte shumë, po një shumë deputet. Atere. Ne nuk bëm këto ashtu, po i tham që ke qua shumë betin. Tha, do të arrijmë, tha. Si të bën kjo, që të vi kryeministri, të bëj memorandume, ta shkoj gjithë Shqipëria në lokalin tonë? Këtu të vi një këngëtar edhe ke ashtu, jo të vi kryeministri Shqipërisë që është diçka mëse mirë. Është një reklame e veçantë. Ke vënë edhe memorandumin e ke vendosur në lokale, ke kujtim? Po i kemi këto, i kemi. Po na i tregosh pak, domethënë, të ka dhënë edhe një pasaport me sa më dregoj. Do më dy, thot. Më thotë mua, për të Landi, thot kam një gjë të veçantë. Diskutuam ati, tha, kam, tha.
Do t'jap pasaportën, tha, e nëzori nga xhepi, e do t'jap dhe ksilapsi, tha, do t'a mash kujtim, tha, se që kam shkruar me kililaps tim, tha, se këtu e kemi bërë me kililaps shut, thjesht atëre. Këtë e kililaps e për vetë. Mulesa është e tavolinës, për e njëtë si kjo është. Është shkrimi i kryeministit. Shkrimi i kryeministit të dyja. Të dyja shkrimet origjinale. Kemi të 2021-shit. Po. Ky ishte 25-s, edhe janë të shkrimet origjinale. Këto janë originalet, të dyja. 4 deri në 78 mandate në 2021. Po, 21-shi, po. Edhe i kapi, edhe këtu i të gjithë është. Tërheq vëmendje, domethënë kjo lloj gjëje. Një ditë erdhi një çift nga Kuksi, edhe nuk e njifte zonën, edhe kishte ardhur deri poshtë. E ishte thënë, dua të shkoj tek ai lokali që ka shkuar kryeministri, tha, të bëj një foto, kishte thënë me ato, kishte thënë, ka stile. Ma thotë mua, thotë, ka marrë, thotë, ka stile, thotë, që nga Kuksi, thotë, që të filmoj këto gjë, thotë mua. I thashu, faleminderit, thashun, edhe direkt e ketë paguar nga mua, e thashu, vetëm që ka ardhur tu, i thashun, se nga bën edhe kam lokali. Jo, tha, direkt e pagoj ju, tha, edhe dole dhe bakshish, tha. Tani më thuaj pak, do vi prapë në 2029, zoti Rama. E garantuaj do vi. Do vi. Po do vi edhe shiko, edhe gjë mirë që do vi se ne kemi dhe një të mirë tjetër që dhe u bashkuar me Ibarën. Kemi 2 legislatura që kemi me Bashkinë e Imarës. Ne kemi fituar shumë pikë që kemi bashkuar me Ibarën. Ne po bëjmë ca investime në Kuç, po shtrojmë të gjitha rrugët e Kuçit komplet, që janë rrugët që shkojnë në për lagje, këto po i bëjmë të gjitha me vetën. Jo, kisha një pyetje. Çfarë do të thuash 2029 Ramës? 2029 Rama ka premtuar që do futemi edhe në be. Kjo nuk është vetëm për mua, kjo është për gjithë Shqipërinë. Do i thuash nëse mban apo jo atë premtim? Pa, premtimin me qatë gjojmë televizor, se nuk marrë vesh nga këto politika shumë, po me gjojmë televizor, aji po ishte më në shprehu i diçka të shumë të bukur për Shqipërinë. Me nëndoj pam televizor edhe gjë e mirë. Duhet të themi të mirës, të themi të keqe dhe të keqe të themi të mirë. Duhet jemi realist me ato që bëhet. Ne nga ka pru rruga, kemi një zhvillim të përsosur. Edhe jetojmë mirë, aji që punon, aji që s'punon, ne s'kemi që t'i bëjmë. Kështu i vjen fundi një tjetër episodi të emisionit Ç'thot Fshati, një tjetër takim i cili vërteton gjendjen e vështirë të fshatrave të Vlorës, por më tepër të banorëve të tyre. Në fshatrat më të rëndësishëm si Kuçi, ku kemi shpalosur të gjithë realitetin e jetesës në fshat, historinë, kulturën, traditën që takojmë në të. Një tjetër episod që duhet të shërbejë si një këmban alarmi për pushtetin, për të kthyer urgjentisht syt nga fshati, pasi rrezikojmë shpopullimin e krahinave të Vlorës, rrezikojmë të humbasim një ndër pasuritë më të mëdha natyrore që kemi, rrezikojmë të humbasim traditën, e mbi të gjitha, rrezikojmë të humbasim fshatin.